A jena gati? Ali Bekim, a jena gati? Regjia, apo fillojmë podcastin inshallah. Hajde, bismillahirrahmanirrahim. Çdo gjë është në rregull, mundemi me fillu edhe një emision I radhës. Bismillahirrahmanirrahim. Sot e kena misafir një djalë të ri, hoxhën e nderuar Uveis Ramadani, student në Universitetin e Medinës. Mirë se erdhe Uveis. Mirë se gjejta, Allah, faleminderit për ftesën. Zoti ju shpërbleft për punën që po e bëni e inshallah vazhdoni ta bëni me sukses deri në fund. Amin. Apo e shihni ju talebe në Medinë podcastin tem? Valla kryesisht na e shohmi sonë me disa talebe, disa dostllar që jemi atje. Zakonisht e shohmi për me gjetë ndonjë vërejtje, po I mirëpres vërejtjet e juve. kështu na s'po mujmi me gjetë. Kupton kjo po I bën se ti po e bën punën mirë. Zoti ju shpërbleft. Amin, amin. Por ndishe tash frik këtë javë po të edhe martesën për herë, inshallah Allah I bereqet bëp. Allahu amin. Allah ju shpërbleft. Po mas shumë ti që më ka befasu, edhe jo veç mu, po këtë dasmore që I na konë të misafir është hivzi. Në me thonë, si ndodhi kjo ke një surprizë për mas pari për Haxhi Sedati më tanë, po edhe për këtë neve, interesant, subhanallah. E vërtet, unë çështjen e hifzit e kom pas breng disa vite me radhë, për shkak se unë kom pësu disa ndryshime në jetën time, domethënë ndryshimin e shkollës mesme, ndryshimin e fakultetit, pastaj transferimin në Medinë kështu me radhë, edhe krejt kjo ka qenë pengesë për vazhdimsinë e hifzit tem. Po alhamdulillah e kam kryt para disa mujve, po në deshta t'ja bëj surprizë prindërve fillimisht. Sono kështu, domethënë kjo si vepër është vepër që bëhet vetëm për Allah subhanahu wa taala. Absolutisht. Nga se kjo është synimi më fisnik. Normal. Po pas këtij synimi mendoj dhe besoj se synimi dytësor është arritja e kënaqësisë së prindërve. Transmeton Imam Tirmidhiu, Imam Bejhakiu dhe Ibn Hibani nga Abdullah ibn Amri radiallahu anhu se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, rida Allah fi rida al-walidain. Domethënë kënaqësia e Allahut subhanahu wa taala është në kënaqësinë e prindërve. Pra ti bino më shkurt, nëse prindja është I kënaqur me ty, dihet që edhe Allah është me këni. Kështu I bën. Unë nuk I di ndonjë vepër më fisnike ose ndonjë vepër më madhështore me të cilën ti mundesh mi bë prindrit e tu të jenë të kënaqur me ty apo të jenë krenar me ty më shumë se sa hafızlëku. Nga se edhe Allah subhanahu wa taala ka premtuar për këta prindër, domethënë taxh në ditën e gjykimit. E unë nuk di, taxh është ajo kurora mbretërore që I jepet babës edhe nanës së hafizit ditën e gjykimit si shenjë falënderimi për veprën e fëmijët të tjera, po them. E kjo më ka dhënë emocion të veçantë, edhe kjo ka qenë ndoshta nxitja më e madhe që unë ta mbaroj hifzin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, valla I moment sa harrohet kur unë e disha që kam pas një surprizë ndarësëm, se që ashtu na paralajmëruan, po maksimalisht ku menu që në shepi Arabi Saudite, në shej një orë ka marrë dhe ma se do të thësh Hafez Amiri dul tha prej sot leçi darsëm, po edhe Hafez u bëvejs. Alhamdulillah. Vlen mu përmend se Hafez Amiri ka qenë ndoshta personit që më thon ja kum hang shpirtin këtë drejtim, I cili shumë ka net gati për çështjen e hifzit. Allah është shpërbleft me të mirat e tij dhe rujt prej çdo të keqes. Amin. Hoxh Uveis Ramadani. Çfarë kuptimi ka emri Uveis? Emri Uveis është emër arab, vjen si zvoglim I emrit Eus, se kështu është gjuha arabe, për shembull emri Abd zvoglimin e ka Ubejd, e kështu me radhë. Vjen si zvoglim I emrit Eus, që do të thotë bekim, dhurat. Po është bëj njohshëm ky emër me tabiinin e njohshëm ose të mirë njohur Uwais al-Qarni. Uwais al-Qarni, po. Që vjen nga Jemeni, po. Nga fisi Qarn. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndëgjuar për veprën e këtij personit. Uwais al-Qarni ka qenë I njohur me disa tipare. E para ka qenë çështja e bindjes ndaj Allahut, përkushtimi ndaj Allahut dhe adhurimi. Ka qenë shumë përkushtuar në adhurim. E dyta ka qenë respektimi I prindërve. Bile nëpërmjet kësaj veprës është bëj njohshëm në mesin e sahabeve. Saqë dëshira e madhe e flakt normal si çdo person që ka dëshirë të atakon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, po edhe më e madhe dëshira është kur ti e din se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është gjallë në një vend të caktuar, e ti nuk ke mundësi me shku me taku për shkak të një veprës që ti jetu e bën vazhdimsi. Cila ka qenë kjo vepër? Kjo vepër ka qenë kujdesi I madh që ka pas ndaj nanës së tij të sëmur. Ka pas nanën e sëmur dhe të moshume,
e kujdesin ndaj nanës vet nuk ja ka mundsuar që të shkon ta viziton pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në Medinë, se u ka dashur me lënë vet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka marrë vesh për këtë person. Edhe i ka lajmëruar sahabit, veçanërisht Omerin radiallahu anhu, se ka marrë një fis prej Yemenit, fisi Qarn, e në mesin e tyre ka më qenë Uwais el-Qarni. Nëse ju e takoni këtë person, luteni atë person të bën dua për ty, nga se Allahu ka më përgjigj duajës. E ky person ka shkuar në Medinë pas vdekjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në xhilafetin e Omerit radiallahu anhu. Omeri radiallahu anhu takohet me të. Po madje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për të dëshmuar se është pejgamber, ja ka tregu edhe se si më e njoft këtë person. Ka thonë në shpinën e tij janë disa shenja nga një sëmundje që ka pas më herët, ka bë dua dhe e ka kuru sëmundjen, i kanë mbet shenjat në trupin e tij. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka ofruar, e ka lajmëruar Omerin radiallahu anhu se nëse e takon këtë person dhe ka këto shenja, ky është Uwais el-Qarni. Uwais el-Qarni ka vdek në betejën e Sifinit, edhe ka shkuar si shahid te Allah subhanahu wa taala. Shkurtimisht një historik i shkurt për Uwais el-Qarnin, nga këtu vjen emri Uwais. Inshallah e gëzon gjithmonë. Amin ya rabbi. Kur jena te emrat, s'kam qare pa e cek një fakt të Uwais, hoxhi nderun, para 2 ditëve, se është tash unë jam gazetar, unë duhet mi vëzhgu gjithë mediat shqiptare, apo ton. Mos dole dikush me thonë, "Apo e këshish edhe ti Big Brother-ën." Jo, se këshiri mendje, po e vëzhgoj çdo emision, çdo gjë që del nëpër media, sepse ashtu duhet, apo ton. Me ditë çka po i servohet popullit. Edhe tema ke emri, domethënë udhëheci Bigut, Big Brotherit, po del atje edhe pe ja ban pe prezanton një këngëtare shqiptare dhe pe lavdon që u ka bën fam botërore. Këngëtare shqiptare dhe mes tjerave po thotë që shkak sebeb që mu bën njohur në botë është një farë DJ turk me emrin Orhan Mahmut. Apo kupton? Edhe më njërë më lindi menja, qëllimi ku po du me dalë, a kupton? Këto islamofobët, kur dojnë me na bullizu, kur dojnë me na përqesh, kur dojnë me na ngacmu, a kupton, me na fi, gjithmonë na thrasin, ju Mahmutat, o Mahmut, a kupton? Po dihet pse, a kupton? Se gjithmonë janë bullizuar ato që kanë pas emrin Mahmut, për shembull Mahmut Ferrati, këngëtari etj, të marrë vesh. Kanë qenë bullizuar dhe janë bullizuar nga islamofobët, shkaku i emrit. Mirë po thash këshire çka është dyftyrësia e laikëve. Kur anë piti interesi, për një moment u shëndrua emri Mahmut në emër cool, a kupton? DJ i njohur turk Errol Mahmut, Orhan Mahmut apo diçka, e ka bërë të famshme këngëtaren shqiptare, duke në për diskotekat botërore duke ashtu këngën e saj. Apo kupton? Po. Do të më thonë ti minjerin drejt. Ndryshon qasja për shkak të veprës ti. Ndryshon qasja. A çfarë kuptimi ka emri Mahmut me si emri këto të këti? Edhe emri Mahmud është emër arab. Po dhe? Vjen nga rrënja triliterare që i vjen Hamide. I lavdrum, i falenderum. Për kësaj rrënje del edhe emri Ahmed, del emri Muhammed, del emri Hamid. Po kjo, mos i ma tregove, kjo si vepër nuk është për të lavdëruar, nga se çdo vepër ose çdo veprim i cili i thyn parimet islame, edhe e cënon të drejtën e besimit ndaj Allahut subhanahu wa taala, nuk është vepër për të lavdëruar. Normal, po. Po shpresojmë të lavdërohet ky person me ndonjë vepër tjetër inshallah. Amen. Hajde tash të folmi për temën të cilën kum thirr, që sa vjet janë në Medinë si student? Tash 2 vjet jam në Medinë si student. 2 vjet, mashallah, domethënë. Në fillu vitin e tretë. Alhamdulillah, Allah i dash suksese rreth Universitetit Islamik në Medinës. Çfarë e bën Universitetin Islamik Medinës unik krahasuar me institucionet e tjera islame në botë? Universiteti Islamik i Medinës është i veçantë, është unik për shumë arsye. Po unë do ta përmend arsyen më kryesore. Që vetë emërtimi i këtij universiteti t'jep të kuptosh pse është unik. Universiteti Islamik i Medinës. Të qenurit në Medinë të bën unik. Të qenurit në Medinë të bën të veçantë. Edhe hiç mos më kon universiteti. Universiteti. Po Universiteti Islamik i Medinës i jep disa shërbime të cilat rrallë herë ndoshta edhe hiç nuk mundesh me i gjetë në universitetet e tjera. Nga se ky universitet din të bën bashkimin e gjendjes akademike me gjendjen shpirtërore. Nga se studimet në atë universitet, në fakultetet që janë brenda universitetit, ta ngrisin ti në ndijen fetare, me argumentime, me mësime, e kështu me radhë,
ndërsa haremi ose Mesxhidun Nabawi, xhamia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ta ngrit ti fetarin e shpirtit, që ti të adhurosh Allahun subhanahu wa taala. E vetëm kështu është i kompletuar një hoxh. Nëse ka të ngritur dijen dhe shpirtin njëkohësisht. Shpirtin e kanë kuptimin që të jetë i vëmendshëm ndaj parimeve fetare, të jetë praktikues duke e ditë se çka është të bën. Nga se ne kemi sot adhurime formale. Dikush për njerëzve shkon të falet, nuk e kupton rëndësinë e këtij adhurimit. Apo ndërsa Medinja si Medinë ta jep të kuptosh se çata shka ti i të vepru ose çata shka ti i të mësu je 24 orë në adhurim ndaj Allahut subhanahu taala. Nga se edhe kjo është porosia e parë e këtij dini që na e besojmë. E kjo është ndoshta gjëja më unike e Universitetit Islamik të Medinës. Mes tjerash. Po, du të me pas parasysh se nga kjo universitet, kjo është universitet zyrtar, tani pranuar këtë botën. Dhe nga kjo universitet kanë dalë plot doktor shkenca, plot magjistra, ambasadora, diplomata, etj. E vërtetë. Se edi, më falë që për ndërprej, se edi, te ne është një bindje se, ja të mësu të Arab të gjë. Ja, nuk ka të mësu të Arab, të mësu të Universiteti Islamik i Medinës, i cili është i njohur ndërkombëtarisht, edhe prej ti kanë dalë kuadrat mëdhoja dhe dalin, në kupton. Unë nuk du të jap shumë vëmendje kësaj temës së arabëve, po në kohën e fundit për shembull krejt syt janë ka arabt, për shkak të futbollit, për shkak të zhvillimit, për shkak të shkencës, për shkak të ndërtimit, për shkak të arkitekturës, ose për shkak të civilizimit ndoshta. Madje synohet që Evropa e ardhshme të jetë gadishulli arabik. E pastaj do të jenë të lavdëruar arabët apo të sham. Është çështje tjetër për cilën ndoshta meriton të flet dikush tjetër. Po para se gjithash, na nuk shkojmë atje për vendin e gadishullit arabik. Ne shkojmë për dy vende të caktuara. Njërin e përmendëm, Medinën. Do të flasim edhe për bereqetet e Medinës. E tjetra është edhe Mekja. Nuk shkojmë vizitë. Shkojmë deti në vendin tonë, Shqipni. Kemi detin ndoshta edhe më të mirë, apo? Po sa i përket këtyre dy vendeve historike fetare, ne kemi adhurim, ne kemi bindje. Na kështu adhurojmë Allahun tonë. Shenjtëri të shpirtit, shenjtëri të veprave. Sa i përket pranueshmërisë të universitetit, këtë doshta me det. A është i pranuar dhe a ka akreditim ky universitet? Po, kjo është ajo që duhet të nënvizoj. Ky universitet është akredituar prej Ministrisë Arsimit të Arabisë Saudite dhe është i pranuar thuajse në gjitha shtetet botërore. Është i pranuar ndërkombëtarisht. Është i pranuar edhe në vendin tonë, Maqedoninë e Veriut. Megjithatë, në disa vende, domethënë pranueshmëria e këtij universitetit bëhet në formën që ti mund të zhvillosh mësimdhënien ose për shembull nëse vendos të bësh profesor ose të shërbesh fakultetin cilin e ke mbaruar vetëm në institucionet islamike. E kjo ndonjëherë vështirëson punën, po kryesisht është i pranuar në gjitha vendet botërore. Alhamdulillah. Çfarë mund të na thoni për historinë? Unë po i lexoj pyetjet edhe se kam disa këshilla. Po i lexoj dhe jam krenar që i lexoj se unë përgatitna, apo kupton. Shikues të nderuar, përgatitna dhe i shkruaj pyetjet. Tap që mos më hik, mos më se kupton. Ndodhet edhe që linden një pyetje vetveti, ama ndonjëherë edhe i shkruaj. Jo ndonjëherë, po çdo emision përgatitna i shkruaj pyetje. Tap, edhe ja parashtoj që mos më mos. Suno kjo është edhe hierarkia e besimit ton. Xhibril alayhis salam i tha pejgamberit selam lexo. Po, ose ashtu. Jo që më thënë më i saktë. Po dhe më i saktë, ti i pa shkruajt, po normal që i kum shkruajt. Çfarë mund të na thoni për historinë dhe themelimin e këtij universiteti të Medinës? Universiteti Islamik i Medinës është themeluar në vitin 1961 nga mbreti Abdulaziz. Në këtë inaugurim, mund të themi kanë marrë hise edhe shumë prej ulemave dietarëve të mëdhej të asaj kohës. Prej tyre ka qenë Sheikh Abdulaziz ibn Bazi, që është i mirënjohur në vendet tona. Giganti. Allahu më shëroft. I shekullit kalum. Po. Amin ya Rab. Prej tyre ka qenë edhe Muhammed al-Amin al-Shanqiti. Prej tyre ka qenë Ibrahim ibn Ali Sheikh. Po në mesin e këtyre kokave të dijes, du të theksoj se ka qenë hisexhi ose hisetar edhe sheikhu shqiptar, Muhammed Nasiruddin al-Albani. I cili ka qenë edhe profesor në fakultetin e hadithit. E programi apo sistemi mësimor i këtij universitetit në përgjithësi është i përbërë nga kokat e dijes, nga këto dietar. Gjithçka që mësohet sot e këtë ditë e kanë planifikuar këto kokat e dijes që kanë pas sukses në punën dhe davetin e tyre.
nuk është diçka që është bë, mund të themi shkel e shkon gjuhën e shkupit, apo është bë me uljen e disa kokave të përbashkët në planifikimin e mësimdhënies që të cilën do ta dhonë profesorët e këtij universitetit. Edhe sot dijet që i marrin studentët në këtë universitet janë dije të verifikuara dhe që kanë treguar sukses në botën e davetit. Alhamdulillah. Po gjithsesi ka diçka që mund të përmbushet, normal, dija dhe feja nuk kanë të ndalur në një vend caktuar. Vazhdimisht vjen një argumentim, vazhdimisht vjen një diçka më e bukur, po kryesisht kjo ka qenë fillimi i inaugurimit të këtij universitetit islamik të Medinës. Alhamdulillah. Cilat janë fakultetet kryesorë në universitet dhe si zgjidhen studentët degët në tyre? Fillimisht du të filloj prej fakultetit të shkencave të Kuranit, nga se shenjtëria jonë më e madhe është Kurani. Fillimisht është fakulteti i shkencave të Kuranit, cili e ka kusht për pranueshmërinë e studentëve në këtë fakultet, kryerjen e hifzit në fillim deri në fund. Edhe ta bëjnë një provim para se të hysh në këtë fakultet. Pastaj është fakulteti i hadithit, i cili më shumë specifikohet me mësimin e haditheve, me mësimin e zinxhirit hadithit, me dispozitat që dalin prej haditheve e kështu me radhë. Pastaj vjen fakulteti i sheriatit, i cili ka të bën me çështjet e fikhut bashkohor, fikhut të ibadeteve, fikhut të shitblerjes e kështu me radhë. Pastaj vjen fakulteti i davës, i cili fakultet lëndë kryesore e ka mësimin e tauhidit, mësimin e akides. Pastaj janë edhe disa fakultete të tjera, fakulteti i gjuhës, fakulteti i inxhinierisë, fakulteti i shkencave të ndryshme, biologji, kimi, fizike kështu me radhë, edhe disa të tjera, por këto janë fakultetet kryesore të këtij universitetit, për të cilat edhe njerëzit vazhdimisht shkojnë në këtë universitet apo në këto fakultete. Nëse dikush merr rrugë prej Maqedonisë ose prej Kosovës, prej Shqipërisë, të shkon në Arabinë Saudite, në Medinë kryesisht, e ka synim dhe ka për qëllim të shkon në njërin prej fakulteteve sheriatike ose fetare. Jo biologji me studiu. Jo biologji, për shkak se na biologji këtu mund me studiu këtu, ose arkitekturë mund shkojmë në Belgjik, në Zvicër, në Francë, ku është më e zhvilluar arkitektura, ndërsa për çështjen fetare ne shkojmë në vatrën e dijes. E vatra e dijes fetare është Medinja, padyshim. Absolut. Subhanallah. Shumë mirë sqarove, alhamdulillah. Përvojat personale. Çfarë ju shtiju të aplikoni dhe të studioni në këtë universitet të Medinës? Unë fillimisht, nëse ban me përmend, kam qenë student ose talebe, mund themi, në mektebin Nun, këtu në fushë të panë që e kemi këtu afër. Para të ditë këshirësha në Facebook një foto në atë ko, pa të arë me ju vizitu e pa të mori selfie, ju ishi kitë vogle. Kitë vogle. E që tash që ato janë bo kitë bura me mjekre. Alhamdulillah. Mësusi jonë ka qenë Hoxha Jusufi, Jusuf Hajrullah, për cilin kam një respekt veçante, nuk mund të harroj punën asnjëherë. Nasit vogli normal, dhe më thonë, kemi ditë ndonjëherë me tepru me hajgarët e tona. Kemi ditë ndonjëherë me tepru me sjelljet e tona ndaj Hoxhës, që nuk kanë qenë korrekte, padyshim. Po Hoxha subhanallahu me atë mirësinë e tij dhe atë butësinë e tij që e dini jo, këton asnjëherë s'na ka prish. Lujke barabar me neve. U tallke barabar me neve. Madje unë po du me përmendë një rast, shpesh herë më jep ke veturën, unë edhe pa leje jam kanë edhe i vogël, nuk më liki me dal pi laxhës për shkak mos mi thirr rregullat e shtetit. Po çati në laxhe domethënë ishte një stadium i vogël ku luajshmi futboll, na e përdorshmi për mu zbavit, çati vozitësha veturën e Hoxhës. E Hoxha nuk ka ditë më aprish kërkujt. Gjatë mësimit ne kemi pas lëndë mësimore hadithin, ku i kemi mësuar na 40 hadithet e Neveviut, e dini librin e mirënjohur të Imam Nevevit, Allahu mëshiroft. Dhe Hoxha Jusufi ka pa një veçori të unë mësimin e haditheve përmendsh. Edhe vazhdimisht më ka instaluar në krye se ti dush me shku në Medinë në hadith, ti dush me shku në Medinë në hadith, ti dush me shku në Medinë në hadith. Po shumë i vogël për me vendos. Po da. Pastaj baba jem, s'po du me thonë prindi, po du me thonë baba, se baba është, nuk është prind. Baba jem, në koordinim me disa babalar të dostave të mi, vendosën në në Turki për studim, për një arsimim më të lartë, për një arsimim më kualitativ, shkollë të mesme, pas mbarimit shkollës fillore. Edhe na shkum në Turki. Më thonë, për caktim, gjithë se cili ra me një shok. Për shembull, disa që ishin Fatih, është i njohur Fatih në Istanbul, ran 2-3 veta bashk. Disa në Bursa ran 2-3 veta bashk, unë isha Bajram Pash. Rash veç vet. Domethënë nuk kisha ndonjë shok
të studimeve që mund të themi e kam shok prej lagjës time, e kam shok prej Shkupit, më ra me shku vet. Po kjo ma ka ndihmu procesin e mësimit atje në Istanbul, në Bayrampash. Kjo do të thonë vetë ki mejtë dhe shtë kemi Meta mësu. vet, u desh kemi dhënë më shumë zor. Apo jo që kisha qef me mësu, po desh kemi dhënë më shumë zor. Kjo është një Elhamdulillah. shembull se çdo e keq që ka dhe në të mirë. E ka një të mirë, ç'është e vërtet. Edhe realisht baba më çoi mu bë arkitekt, se baba mirret me ndërtim, Po. edhe tha ta dërgoj të bëhet arkitekt tani për një biznes familjar kështu. Po mu nuk më hekje prej kokës fjala e Hoxhës Jusufit. Domethënë ti dush me shku në Medinë, dush me shku në Medinë. Unë vitin e tretë aplikova në Medinë. Edhe vitin e katërt aplikova në një universitet në Istanbul për arkitekturë. Thash nëse më del mu pranimin në Medinë, nuk kam shku në Medinë. Nëse më del pranimin në Turqi, unë kam shku në Turqi. Nëse rastësisht domethënë kam problem me Medinën, kështu parimore ishte Medina. Pranimi jemi në Universitet Medinës. Po vitin e tretë edhe fundin e vitit tretë edhe vitin e katërt kryesisht ndodhi koronavirusi. Edhe na në konvikt atje ku qëndrojmë përjetuam shumë keq, se s'na lishin me dal normal kjo izolimi shtetëror, po përveç izolimit shtetëror kishte izolim konviktor, mund të themi. Domethënë s'na lishin me dal edhe për konviktit, edhe mund në një farë mënyrë për sebeb mu gërdit Turqia. Edhe erdha në Shkup. Në Shkup mu zgjat pritja e pranimit për në Medinë, edhe hyna në një Universitetin Ballkanik që është këtu në Shkup, në gjuhën angleze, drejtimin menaxhment, ekonomi. Edhe mbarova 4 semestra, domethënë 2 vite të plota e mbarova derisa më dol pranimi në Medinë. Elhamdulillah, domethënë me kët u realizu mund të them ëndra jeme që të shkoj në Medinë, edhe për spari herë në Medinë kum shku për spari herë, domethënë kur kum shku për mësim, kum shku edhe spari herë në Medinë, nuk kam qenë umre më herët, edhe ishte një emocion i veçantë për mua. Zemra të ka çu ka Medinë. Zemra ka çu ka Medinja, po vazhdimisht fjalët e Hoxhës Jusufit mishin në krye, kështu nuk më dilshin prej mendjes. Edhe kjo ndoshta është arsyeja më kryesore që unë kum shku në Medinë. Allahu alem. Allah inshallah dash ilme bereqet. Amin. A si është procesi i pranimit në Universitet Medinës? Se aty nuk pranohet kollaj kushdo. E vërtet, procesi i pranimit edhe zgjat pak, edhe është pak i vështirë. Nga se kërkon pak mund, po unë e lexoj këtë se Allahu po don me këshira e ki pranime as e ki pranime. Unë kom prit 3 vite, thash kom apliku vitin e tretë, edhe kom kryt 2 vite të plota në Universitetin Shkup, pas 3 viteve të plota më ka dal pranimin në Medinë. Aplikimi bëhet online. Nëpërmjet sistemit që e ka Universiteti Islamik i Medinës, është në shumë gjuhë, prej tyre edhe gjuha angleze, edhe nuk ka vështirësi në aplikim. Pastaj kërkohet që mesatarja e notave të jetë e lartë. Nëse nuk gaboj, nga se janë bot 3 vite që kum apliku, duhet të jetë më e lartë se 3.5. Ne kemi notat deri në 5, duhet të jetë më e lartë se 3.5. Pas kësaj duhet të kesh 2 referenca prej hoxhallarëve të cilët e kanë mbaru mësimin në Medinë, në këtë universitet. Që ato të jenë referencë për pranimin tënd, që ato të garantojnë për pranimin tënd, që domethënë t'ia vlejnë pranimi i këtij studentit në këtë universitet. Nga se studenti i keq e ul nivelin e studentave të mirë në Medinë. Atje nuk ka studenta të këqij, ka studenta të mirë, po ka studenta të mirë që shtihen se cili prej tyre do të jetë më i miri. E për këtë arsye nuk kanë dëshirë të pranojnë do si do. Jo, do të mi plotësu kushtet. Edhe kemi apliku online, që tashmë është shumë lehtë aplikimi, thash është në shumë gjuhë, edhe nuk të ngelet diçka tjetër po se me prit 3 vjet. Duhet vlerësoj ose duhet theksoj se pjesë e aplikimit ka qenë marrja e një dokumentit që ti nuk je nën hetime apo nuk ke ndonjë vepër penale në shtetin tënd, që mirret nga Ministria e Punëve të Brendshme. Kjo argumenton për pafajësinë tënde ndaj çdo vepre penale. Ne me referencë të këtij shteti kemi shkuar në botën arabe. Edhe derisa ky shtet ka vlerësuar se ne nuk kemi vepër penale apo nuk kemi ndonjë vepër e cila na pengon daljen tonë nga shteti, mendoj se nuk duhet të ketë ndonjë vepër e cila na pengon daljen tonë në shtetin fqin Kosovë, ose të na evonon këtë proces, po megjithatë i mirëpresim. Alhamdulillah. A mund të ndani përvojën tuaj në lidhje me sistemin mësimor dhe cilësinë e mësimdhënies në Universitetin e Medinës? Fillimisht në Medinë, nëse nuk e din gjuhën arabe, duhet të hysh në institutin e gjuhës.
Çish mësohet, bash më intereson. Për shembull, hin shtash studenti nuk di asnjë fjalë arabisht, asnjë fjalë. Pak di. Ai të mor bash. Ndoshta edhe hiç. Do Që shumica e studentave të huaj nuk din hiç. Po. Çish e mësojnë? Kemi studenta të konvertu. Në rastin e fundit, mbas e përmendëm Hafiz Amirin. Hafiz Amiri ka pas një student konvertuar austriak, i cili ka qenë krishter, në moshën 18 apo 19 vjeçare është bë musliman edhe vendos të aplikon në Universitetin Islamik të Medinës. Pranohet këtë universitet gjatë periudhës kur ai ka qenë në Institutin e Gjuhës e ka mbaruar hifzin. Se tham na është kusht për pranimin në universitetin në fakultetin e shkencave të Kuranit, kryerja e hifzit. E ka mbaruar hifzin për 2 vjet, ka aplikuar në fakultetin e Kuranit dhe është pranuar tash është master. Allahu Akbar. Për një periudhë shumë të shkurtër kohore. E ky nuk ka ditë arabisht, nga se nuk ka qenë musliman hiç. Po sistemi, tham, është i përbërë në mënyrë akademike dhe në mënyrë të përsosur. Edhe ja mundson ndoshta edhe jo të tërë gjuhën, po ja mundson që të paktën të ketë çelësat për me hy në fakultet. Fillimisht është Instituti i Gjuhës, e mëson gjuhën arabe duke mësu fjalë të reja, duke mësu komunikimin, duke mësu leximin, duke mësu morfologjinë dhe sintaksën, disa hyrje në gramatik, që pastaj që i merr çelësat edhe ti kur të hysh në fakultet ti kesh çelësat gati vetëm ta mësosh mënyrën e përdorimit të këtyre çelësave. Kjo është sa i përket institutit. Sa i përket fakulteteve, tham, më shumti në përzgjedhjen e fakulteteve mund të ndihmon prindrit, hoxhallarët e vendit tënd, cilët njohin mirë, por edhe profesorët nga ndonjëherë, profesorët e Institutit të Gjuhës. Nëse ta shohin se ti e ke mirë hifzin, ato vlerësojnë se ti duhet të jesh në Universitetin e Kuranit, në Universitetin e Hadithit, nga se ka më shumë memorizim. Nëse shohin se ti ke kuptim të thellë të çështjeve fetare, të këshillojnë që ti të hysh në fakultetin sheratik e kështu me radhë. Pas hyrjes në fakultet, mund të theksoj se fakulteti më i rënd është fakulteti i Kuranit, dhe pastaj vjen fakulteti i Hadithit, në cilin fakultet jam edhe vet personalisht. Fakulteti i Kuranit dhe i Hadithit i bën specifik dhe i bën më të rënd çështja e mësimit të poezive. Fakultetin e Kuranit i mëson poezit që kanë të bëjnë me kiraetet, me llojet e leximit të Kuranit, poezit e tajwidit, rregullave të leximit të Kuranit e kështu me radhë. Në fakultetin e Hadithit e kemi poezin Elfiyetul Iraqi që thirret, një mireshtat e Irakut, poetit ose dietarit të madh të hadithit dhe të gjitha shkencave, të cilat e mësojmë lëndën e Mustalah al-Hadith. Mustalah al-Hadith ka të bëjë me dispozitat e hadithit, mësojmë hadithin sahih, mësojmë hadithin hasan, daif, e kështu me radhë, cilat na flasin neve për llojet dhe cilësinë e haditheve. Se si na vendosim për një hadith a është sahih, a është hasan, a është daif, a është marfu, e kështu me radhë. E pastaj vinë me radhë fakultetet e tjera. Këto janë fakultetet të rënda kryesisht. Edhe domethënë nëse dikush nuk e ka sinqerisht dhe nuk e ka për një mend që të vjen edhe të bëhet hoxh, nuk e sugjeroj Medinën. Është fakulteti i rënd. Allah jep shumë bereqet, po kërkon shumë për kushtim. Edhe kjo e bën unik fakultetin ose Universitetin Islamik të Medinës, prej veprave tjera. Një ditë e zakonshme për një student në Universitetin e Medinës si duket? Na e fillojmë ditën me faljen e namazit sabahut. Kryesisht studentët në përgjithësi kanë halekate, hallka në xhamin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, hallka mësimi. Dikush prej tyre ka hallka të Kuranit. Dikush prej tyre ka hallka të përsëritjes së Kuranit, të veçanta. Dikush prej tyre ka hallka të marrjes së zinxhirit të leximit të Kuranit deri te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, të thirrën halakat al-ijaza. Dikush prej tyre ka hallka të hadithit. Dikush prej tyre ka hallka të derseve të caktuara që i mbajnë dietarët e xhamisë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pasi që i mbarojnë hallkat, në ora 8 fillon mësimi në universitet. Mësimi paradite. Vazhdon varësisht sa ori ke, deri në atë kohë vazhdon, edhe pastaj pas mësimit je i lirë. Kur përfundon mësimi? Për shembull, mund përfundon mësimin në orën 11:50. Po çdo ditë kam ka 4 orë. Pastaj pas dreke, mund themi ti je i lirë deri ditën e nesërme. Po studentat zakonisht për shkak të angazhimit ose për shkak të mundësisë së tepërt që ta jep Medinja, ato angazhohen maksimalisht. Pastaj këto hallkat që i përmendëm pas namazit sabahut, vazhdojnë hallkat edhe pas namazit të akşamit dhe pas namazit të yatsis. Varësisht cili dietar, cili hoxh kur e ka programin e tij.
Edhe kështu është një ditë e zakonshme në Medinë. Mund të ndajmë kohë për të zbavit, mund të ndajmë kohë për të shëtit, zakonisht fundjavën dikush e shfrytëzon duke pushu, dikush e shfrytëzon duke shkuar në umre, nga se Mekja është ngat, po, i ka 450 kilometra, po kryesisht deshte apo nuk deshte ti tankohen një ibadet. E kjo është veçoria e Medinës. Kjo është veçoria e të ndëjturit në Medinë. Du ta përmend këtu një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që transmeton Imam Tirmidhiu, Imam Bejhakiu dhe Ibn Hibbani nga Abdullah ibn Omer radiallahu anhu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men istata'a minkum an yamut fil Medine falyamut biha." Kush ka mundësi për juve të vdes në Medinë, le të vdes në Medinë. Fa innani ashfa'u liman mata biha. Nga se unë kam e bëu shefat për atë person i cili ka vdekur në Medinë. Më falë që për ndërprej një lajmë, na erdhë keq këtë javish një umrejgjike, një motre jona nga fshati Studeniciani Shkupit, kishë në druje 33 vjeçare në Medinë. Dhe më thonë, ka vlera, vdekja në Medinë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush ka mundësi për juve le të vdes në Medinë. Jo për të na thonë neve që me jetuna 60 vjet, 70 vjet, 80 vjet edhe me shku me vdek në Medinë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të na kallëzon neve për vlerën e veçantë dhe për madhështinë e madhe që ka ky vend. Apo? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush ka mundësi me vdek në Medinë, le të vdes në Medinë. Vdekja nuk është në dorën e njerit. Vdekja është në dorën e Allahut. E ti nuk e din kur të vjen vdekja. Andaj çka kuptojmë për hadithit? Kuptojmë se kush ka mundësi për juve me shku me jetu në Medinë. Me jetu derisa ta gjejmë vdekja, le të shkon në Medinë, le të jeton derisa ta gjejmë vdekja. Nga se thot, unë kam e bërë shefat për atë person i cili vdes në Medinë. Biles Sheikh Albani e ban sahih këtë hadith. Kjo hadith i ka 3 veçori të posaçme. E para është veçoria ose madhështia, bereqeti i madh i të jetuarit në Medinë, për vlerën e madhe që ka ky vend. E dyta është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka më bërë shefat për personat që vdesin në Medinë. Është garancë për xhenetin tënd. Është garancë për të qenurit Allahu i kënaqur me ty. Shefat ndërmjetësim, ma ban Allah nuk e përktheva. Shefat pse kena shikuar se nga Gjirokastra, ato pse të herë shohin për shembull dhe nuk e kuptojnë. Shefat pejgamberi ditën e gjykimit, po ka më dal para Allahut subhanahu wa taala. Ka më ndërmjetësu për shtinë në xhenet. Shtinë në xhenet, nga se kjo është i umetit tim. Madje ka shefat të posaçëm për ato që varrosen në Beqije, në varrezat e Medinës. Apo? Nga se Medinja e ka vetëm një vend për varrim. Është afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ka ardhur për shumë hadithe që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shkuar ka vizituar kështu me radhë. Krejt këto që vdesin në Medinë, fillimisht ju falet namazin në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vetëm Allahu e din sa persona janë prezent në xhami, 500.000, 600.000, 800.000, 1 milion, 1 milion 200.000, Allahu alem. E dyta, varroset në varrezat më madhështore të cilat janë përmendur një herë. E treta, e përfiton shefatin ndërmjetësimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në ditën kur më shumë ti ka me pas nevojë për këtë ndërmjetësim. Jo me la yanfu malun wala banun, ditën kur nuk të ban dobi pasuria as evladi, apo ditën kur gjithë secili ka mundu me ik, baba prej birit, nana është madhështia më e madhe në jetë, apo nana ka mundu me ik prej teje për shkak se nuk mundet me i bë çare vetit, e lemo ty. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë moment ban shefat për ti, ndërmjetëson për ti. Madje është edhe një hadith tjetër që transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Wal Medinatu khairul lahum law kanu ya'lamun." Edhe Medinja është më e mirë për ta nëse ata e dinë. Është më e mirë për ta për krejt këto bereqete. Është më e mirë për ta për krejt këto veçori. Është më e mirë për ta nga se në çat vend është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Është më e mirë për ta nga se në çato varreza janë varros dikush prej muhaxhirëve, dikush prej ansarëve, dikush prej sahabive të mëdhej. Apo? E kush nuk e donte një shoqërim të tillë. Subhanallah. Prandaj ka shumë për të folur për Medinën. Edhe na mendoj ta shfrytëzoj rastin për këtë nanën tonë, për motrën tonë e fshatit Studeniçan, the apo? Po. Që ka ndruar jetë për familjarët e vet, mos guxojnë më mërzit. Ka ngushëllime të mëdha këtu. Po ngushëllimi më i madh vjen prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mos guxoni më mërzit. Nuk është moment për të mërzit. Është moment për të gëzuar, nga se Allahu subhanahu wa taala suno nuk e mundson secilit me vdekje në Medinë. Shumë njerë e ëndron me shku në Medinë, nuk mundet me shku. E lemo me vdekje në Medinë.
Allah na mësoft kredi me vdek në Medinë. Kur pa ta shku sefte numre me Hoxhën Xheladin Leka, kam muhabet shumë të mirë kështu atin të lirshëm edhe po dhe ta se nuk kur po nisis dash po tu në po vdes dhe se ki jetë na fak. Allah ja rrit inshallah. Si arrini të balanconi me studimeve, jetës sociale dhe adhurimit? Mendoj se këto e ndihmojnë njëra tjetrën në Medinë dhe jo jashtë asaj. Nga se tham, gjatë mësimit në fakultet, ato të mësojnë se ti specifikisht dush me adhuru Allah subhanahu wa taala. Edhe ti qartë e kupton vendin e adhurimit, i cili është xhamia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Do të thonë ti në fakultet e mëson literaturën, në xhamin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e mëson praktikën. E kjo mendoj se e përbën njëra tjetrën. Andaj është lehtë për të balancu, megjithatë se ka sfidat e veta, po mendoj se do të flasim pastaj për sfidat specifikisht. A ka ndonjë aktivitet jashtë shkollor që universiteti ofron për studentët? Unë du të përmend çështjen e studentëve të maqonisë. Jemi përafërsisht, nëse nuk gaboj tash numrin e sakt, prej 45 deri në 50 studenta prej maqonisë. Dhe ne kemi unionin studentor, sikur çdo union në universitetet e tjera botërore. Unioni studentor ka disa aktivitete me të cilat ti njoftohesh me njerëz. Apo theksoj se një herë në muaj e kemi një takim të përbashkët me cilin ne argëtohemi, mbajmë këshilla ndërmjet veti, po më shumë e shfrytëzojmë që ne të njihemi ndërmjet veti. Apo nga se thash unë, gjithë secili e ka punën e tij, dikush fillon prej mëngjes, dikush prej mas akşamit e kështu me radhë, edhe nuk gjen shumë hapësirë mu taku me njerëz. E unioni mund themi se e lun rolin e babës. Po. Organizimin e fëmijëve të vet në një vend. Apo vetëm baba mundet me bë këtë, e unioni e ka këtë rol. Kjo është njëra prej aktiviteteve jashta mësimore. E dyta e përmendëm aktivitetet e haremit, apo Mesxhidun Nabawi, xhamis pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, hallkat e ndryshme të mësimit e kështu me radhë. E treta, ka vizita të ndryshme që bëhen këtë vend. Në Medinë është Kodra e Uhudit, në Medinë është xhamia Kuba, xhamia e parë në Islam. Po edhe qytetet e tjera janë afër Medinës. Mund të shkosh për vizitë, mund të shkosh për argëtim në deti, mund të shkosh në umre e kështu me radhë. Ka shumë aktivitete të cilat nuk po du me i përmend gjithë secilën llojin e saj, po në përgjithësi ka aktivitete të këndshme, të cilat din ta balancojnë edhe jetën fetare me atë zbavitse. A është jeta e shtrenjtë në aspektin e parë në Medinë? Është pak e shtrenjtë, sidomos për personat që gjendjen ekonomike nuk e kanë të mirë. Po, da. Din me qenë e shtrenjtë, nga se kjo realisht po ndodh në tërë botën. Në krejt botën çmimet janë shtrejtuar e kështu me radhë, edhe nuk ka si ti ik Arabia Saudite këtij ndryshimit botëror, po megjithatë Allahu e bereqet. Alhamdulillah, po. Çfarë bën jetën në Medinë të veçantë për një student? Prania e xhamis pejgamberit. Allahu Ekber. 1000 namaze, Në çdo namaz, nga 1000 namaze. Kjo është e para. E dyta, nuk ka mundësi të ndodh një ditë, se ndoshta ndonjë namaz ka mundësi të hik, po nuk ka mundësi të ndodh një ditë, të paktën që 2 vjet e diçka që jam unë aty, që mos të ketë namaz xhenazës. Po. Namazi xhenazës në këtë xhami është veçoria e kësaj xhamie. Ti deshte apo nuk deshte, kemi ia fal xhenazën një personi, 2, 3, 4 deri në pa numër. Po. Një namaz i xhenazës, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shpërblimin e ka sa një Kodër e Uhudit. Por ato që kanë qenë në Medinë e dinë sa e madhe është Kodra e Uhudit. Kjo është veçoria e dytë. Veçoria e tretë është teskjetun nefs, pastrimi ose çeltërsia që t'ia ban shpirtit tënd. Pse? Se që ti është prezent pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me trupin e tij. Apo ti nuk mundesh me bëu një vepër të keqe me të cilën ti ke më dal Allahut përpara. Të paktën në Medinë, nga se ti e din se afër e ki pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. E çka nëse është ka qenë gjallë, a kishe bë para ti jo. Kjo vazhdimisht të flet në nën kujtesën tënde. Edhe nuk të lejon që ti më dal prej binarëve të jetës së kërkuar ndaj asaj të dëshiruar. Se diçka njëri din me dasht, e cila i thën normat dhe parimet islame. Jo, na e jetojmë atjet e cila na është kërku. Jo atjet cilën na dojmë me dasht vazhdimisht. Nga se
E dim, jetën që na e dum është jetë e epshit dhe e qefëve të cilat nuk kanë fund. E vërtet. Allah Po megjithatë na kënaqemi në forma ndryshe. Patjetër. Si ndikon atmosfera shpirtërore e Medinës në studimet dhe jetën tuaj të përditshme? Po ta parashtroj ty këtë pyetje. Çish ka mundësi me ndiku një atmosferë shpirtërore kur ti vazhdimisht je në adhurim? Po. Na e dim se për një person i cili ka dalë me kërku dituri, edhe peshqit në det bëjnë dua për të, apo? Allahu Akbar. Po edhe xhumi i tij është adhurim. Edhe e ndetmja e tij në kafë është adhurim. Edhe e ndetmja e tij në shtëpi është adhurim. Edhe e ndetmja e tij në xhami është adhurim, duke mos mësuar kur gjë, vetëm për faktin që ka dalë prej shtëpisë. Apo? Po nuk ka shku në Londër, as në Paris, as në Veneci, apo? Ka shku në Medinë. Çish ka mundësi me qenë shpirti i këtij personi? Me emocionove kur thove peshku, kjo është hadith, apo? Po. Në më thonë peshku në ujë, në talën islamofobët ateistët, hitë se kena atë breng. Po si jetojnë për ta, jetojnë për Allah. Ne jetojnë për Allah, dhe më thonë, i dërguari Allahut, ka thënë peshku në det, në oqean, çka është, lutet për një student i cili ka dalë me kërku dituri. Subhanallah. Po du me theksu edhe këto. Wa ma yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk fol prej hamendjes së tij. Allah ka zbrit në Kur'an. Po gjithçka që ai flet i është zbrit. Çepi bien se nuk ka fol pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Domethënë ka fol Allah subhanahu wa taala nëpërmjet gjuhës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Uvejs, loçkoman, ti e di sa du. Ama vërtet u emocionova subhanallah. Peshku. Edhe pse 100.000 herë kena dëgjuar këtë ditë, ama e di kur e thove ti, domethënë peshku çka është fella që ai muhabeti që ka dalë, domethënë që e thonë popullit, çka s'ka ndeti domethënë. Ejva. Ai lutet për kërkuesin e diturisë së Allahut, domethënë për një student, për një talebe, subhanallah. Si janë marrëdhëniet e studentëve dhe banorëve të Medinës? Atë që pyetje kur e kam shkruajt. Këtë pyetje po du me kthej te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu ka shkuar në Medinë për çka? Për hijret. Po para se me shku në Medinë shkoi diku tjetër, në Taif. Nuk gjet pranojshmëri. Kush e këshilloi me zgjedh Medinën prej shumë vendeve në godishmën arabik? Rabbul Alamin. Allahu ja përzgjedhi Medinën për shkak se në Medinë është kulmi i njerëzillëkut. Është kulmi i butësisë. Sjellje të mirë kanë. Shumë kanë sjellje të mirë, Medinë elit. Krahas vendeve tjera. Nga se në Medinë elit kanë qenë baza e tregtisë. Në tregti nuk mundesh më kanë një ashpër, se njëri nuk vjen me ta blej mallin, apo? Ti dush në një farë mënyrë me ashit mallin. Nuk ki mundësi me ashit mallin posa me butësi. Edhe jahudit e Medinës janë ndryshe ndaj jahudive tjerë. Kanë qenë ndryshe ndaj jahudive tjerë, tash mos ka jahudi. Po da. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam jo rastësisht e zgjidhi Medinën për me bëj hijret. Edhe tash është i njëjti komparacion. Njerëzit e Medinës janë njerëz të butë, janë njerëz të kuptueshëm. Janë njerëz që në nevojat posaçme që ti mundesh mi pas në rrugë, në dyqan, biles, ndoshta e keni pa edhe disa video, një plak që shkon në supermarket dhe nuk i dalin parët për me pagujt, e shef insistimin e madh që njerëzit ja bëjnë për me shku me ja pagujt harxhin ose ata që ka blej plako. Kjo ka ndodhur në Medinë. E keni pa ndoshta në video. Po, jo edhe mu personalisht në Medinë kur kam shku në numre, nuk shumë seguitorishin, shumë nderojshin. Kjo për shkak se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka mësuar kështu. I ka mësuar se nëse dikush ka zor edhe kalon vendin e tij, e kalon për një arsye. Ti mos ja kthe shpinën në momentin më kritik që ka ndaj jetës vet. Apo, nëse ti nuk i bën çare çatëherë, kur kemi i bë çare? Kur taj bati fort, nuk ka nevojë për ty. Ai ka nevojë për ty në plagështinë e shpirtit vet. Ai ka nevojë për ty kur ai është maskeçti. Ai ka nevojë për ty kur krejt dunjoja ka ngushtu, për ty ka nevojë mi bë çare. S'kam çare pa ecek çikit në të mesin podcast. E moj men, hyna me një restorant edhe normal si gjeriri, umregji, apo kupton, s'kam qare pa vetë, apo kupton, se unë nuk jam milioner, me porosi gjithë shka edhe më fonë sa duhet, apo kupton, e pyta thash sa kushton që ki ushqimi, sa kushton, vishë më këshiri kështu, edhe pa ma tregon çmimin, thash, okej, e këshira, thash, s'm dalin mu këto pare, dhe dula prisa, ai, unë hec, ollo ati, tha, pi mu e ki pa pare, pranari restoranit.
Medinasi. Kështu e njerëzit e Medinës. Po. Medinja është vend i qetësisë. Medinja është vend i rahmetit. Medinja është vend i bereqetit. E nuk ka mundësi si t'jenë ndryshe njerëzit e këtij vendit. Post bereqetshëm, me rahmet, me mirësi e kështu me radhë. Cilat janë sfidat më të mëdha që keni hasur si student ndërkombëtar në Medinë? Unë sfidat më të mëdha i kam pas gjatë udhëtimit tim për në Turqi. Unë kam dalë për shtëpi në moshën 13 vjeçare për me shku në Turqi për studime. Sfida më e madhe aso kohë ka qenë braktisja e familjes. Normal, shumë i vogël, edhe pse ndoshta nuk e kam kuptuar qartë rëndësinë e familjes ose rëndësinë e të qenurit pranë babës edhe nanës, po insistojnë këto terma. Shumë i vogël, dëshira ime ka qenë me dal jashtë, me dal me shok, e tash baba jem po më çon Turqi. Edhe pse me përzgjedhjen time nuk më ka imponu diçka, po për të mirën time me përzgjedhjen time po më çon Turqi, dyqysh mu do ke suno sikur se sot më dash baba jem, po. Tashëm çish më çon Turqi, unë kam 14 vjet që po më çon Turqi. Po kjo ka qenë sfida më e madhe, shkëputja prej familjes. Pastaj me shkumjen time në Medinë nuk kum hask si sfida, po për ata të cilat e kanë përsëri një herë, sfida më madhështore ndoshta edhe pse i madh në moshë, mund të jetë shkëputja prej familjes. Kjo është e para. E dyta mund të jetë ndoshta prezantimi i një kulture të reje. Nga se ti njoftohesh me një kulturë të re, e cila nuk i përket kulturës tënde, nuk i përket veshjes tënde, nuk i përket ushqimit tënd, komplet një lifestyle ndryshe. Po. Do me thonë, ti e kini kthesh të madhe prej... Sfide madhe është, një 360 shkallë ti kthehesh për me u mundu, me u ambjetu me ambientin e kësaj jete këtu në Medinë. Edhe kjo ndoshta mund të quhet prej sfidave. Sfidë tjetër për ata që nuk din gjuhë mund të jetë çështja e gjuhës, edhe pse atje gjithë secili, sidomos kohës fundit flasin gjuhën angleze, por shkak se është gjuhë botërore, nuk kemi problem na me i fol gjuhë. Për mua marr vesh s'ka problem askush aty. Po jo se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka urdhëruar sahabit që me mësu gjuhën e të tjerëve. Prej shembujve Zeidi radiallahu anhu, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e ka çuar në Sham ja ka mësu gjuhën hebrajanishte edhe gjuhën me të cilën ka fol ai popull. Nga se ti po shkon në atë vend. Edhe ne nuk kemi problem, të paktën muslimanët nuk kanë problem me mësimin e gjuhëve të ndryshme për shkak të komunikimit. Musliman din kinezisht, musliman din rusisht, musliman din anglisht, musliman din gjermanisht, francisht e kështu me radhë. Ajo të tjerët din arabisht. Kjo është mungesë. Vlen theksohet se kush prej të huajve që nuk janë muslimanë din gjuhën arabe. Të paktën dikush le del për të vlerësuar se unë respektoj si fe, si popull edhe du me mësu gjuhën. Shumë pak. Ama tash për shkurt kohë mendoj se do duhet mësohet për me shku me bë lifestyle-in e Arabisë Saudite ose vendeve të ndryshme që po zhvillohen nga dishlon arabik. Alhamdulillah. Ovejs, doshta me të vetë, momentalisht në Universitetin e Medinës, çfarë student ka ndërkombëtar? Shqiptar ka më dihet ajo. A me fol për ato të cilët kanë diplomu, se për student ka shumë. Domethënë, nëse nuk gaboj, paraforsisht 150 shtete janë prezent në Universitetin Islamik të Medinës. 150 shtete. Po, student nga 150 shtete. Po unë po du me i përmend 2-3 prej tyre, pa ja përmend llojin dhe punën e tyre. E pari është Dr. Zakir Naiki. Nga India. Nga India, i cili është i diplomuar prej Universitetit Islamik të Medinës. I dyti është Yasir Qadhi nga Amerika. I treti është Dr. Bilal Philipsi nga Kanada. Domethënë edhe nga search në YouTube e shihni kush janë. Po, mund search në YouTube, ç'është? Mund t'i kërkojnë. Nga se s'kemi kohë me fol për gjithë secilin prej tyre dhe tema nuk është aty. Domethënë njerëz të suksesshëm në sferën e davetit tyre. Njerëz që kanë bë arritje të mëdha. Edhe më fal që ndrej ai Kinës edhe Yuan Min Yi është një hoç. I cili ka qenë, po, që ka qenë në Shkup, po. Edhe ai është i diplomuar prej Universitetit Islamik të Medinës. Këto koka kanë dalë prej këtij universitetit. Ne tham se këtë universitet e kanë inauguruar koka të ilmit, të cilët nuk kanë pas gabime në davetin e tyre. Nuk kanë pas disfata në davetin e tyre. E nëse ti ndjek këtë program edhe këtë sistem mësimor, ti patjetër ke më bosi ata. Qoftë në sukses, qoftë në mësim, qoftë në kuptim gjërave. E kjo e bën të veçantë Universitetin Islamik të Medinës. Unë
ndoshta nuk di me i numëru, po mund të them se në klasën time, domethënë jemi se kemi klasat si amfiteatër, jemi parafërsisht 80 studenta në një klasë, 80 studenta, ndoshta 60 kompsi të ndryshme. Çfarë komsi e bësh kam merak me i ditë? Po kam kines, Kines, kam japonis, Japonis, kam afganistanes, indonezian, malezian, filipines, amerikan, bash Amerikan i bardh? Amerikan i bardh. Emrin e ka Muhammed, po nëse nuk gaboj është konvertu. Nëse nuk gaboj, Ose djalë konvertiti mundet me kom, po. po, kam marokian. Gadishull arabik në përgjithësi. Po dihet, po. Kemi prej Kosove, prej Maqedonije, prej Shqipërie, e kështu me radhë. Shumë komsi të ndryshme. E përmenda rastin e atij Austriakut, po. Unë në institutin e gjuhës kum pas zvicran, i cili ka emrin Mirza, baba i vet ka lind në Zvicër, është bosnjak me prejardhje, po baba i ka lind në Zvicër, edhe ky ka lind në Zvicër, tash ka vendosur me ardhen në Arabinë Saudite për mësim, që pastaj, po du me nënvizu, qëllimi i ardhjes së studentave në Universitetin Islamik të Medinës është vetëm për një arsye, dhe nuk ka arsye të dytë. Arsyeja është e qartë, e hapur dhe e kuptueshme për gjithë secilin, deri në kiamet. Arsyeja është që ti me shku në Medinë, me mësu dinin e Allahut, me mësu fenë e Allahut me argumentim, çashtu çish e ka kuptu selefi, çashtu çish e ka kuptu pejgamberi, çashtu çish e kanë kuptu sahabit, edhe mu kthin vendin tan me i shërbi popullit tan. Çka është qëllimi vetëm. Kërkush nuk shkon prej studentave në Medinë me bë parë. Kërkush nuk shkon me bë biznes. Kërkush nuk shkon me u marr me punë dunjas. Për punë dunjas musliman din mu marr më mirë. Shkojnë në Zvicër, në Gjermani, në Amerikë, kudo kohë që kanë shku musliman kanë tregu sukses. Apo? Jo, ne shkojmë në Medinë me mësu fe. Edhe me ardh këtë fe me mësu njerëzve në vendin ton, për shkak se njerëzit kanë nevojë për fe. Edhe njerëzit kanë nevojë për një këshillues të aftë, të saktë në atë që e flet. Shkurtimisht. Uvejs, hoxha jonë i ri, Allah i të rujt, dash sukses në studime, Amin. inshallah të presim këto me na mojt hudbe, derse, ligjerata, me na leksu rrugën për në xhenet. Allah shpëleft. Të ketë kena me vdek një dit, e ju o gjallor në leksoni, navigacion, në leksoni rrugën për në xhenet. Jeta është e shkurt, e ju me diturinë e juaj, që e mësojnë ja gje, neve në leksoni, Allah ju knast, ja Rab. Amin, ja Rabbi. Unë Për fond nëse për fund po du diçka me theksu, Po. mu po m'pëlqen podcasti jot, sono për Faleminderit shkak shumë. se E vlerësoj. Allah shpëleft. Ka laramanit musafirve. Po, alhamdulillah. E kjo laramani po nxjerr mpa kuadrin e mirë formum të muslimanëve. Po normal. Unë prej sa kum përcjell, domethënë nuk e di am ka ik ndonjë podcast deri tash, ka pas hoxhallar kryesisht. Ka pas avokat, ka pas politikan, ka pas aktivist të shoqërisë civile, i cili vazhdimisht është me njerëzit, vazhdimisht i din gajlet e njerëzve, vazhdimisht i din hallet e tyre, nga se jo secili mundet me i ditë hallet e njerëzve, pos këtij aktivistit që jeton me ta, jeton me fukaran, jeton me miskinin, jeton me atë i cili ka nevojë ndonjëherë. Edhe pse ndikujt ndoshta i pengon kjo, po mendoj se nëse i pengon nga që nuk na njeh prej së afërmi. E vërtet. Se më ardh me bashkëtu me neve, edhe ky ka mu qenë krenar. Po na nuk mundet mos me ndryshu. Po na mundohemi ta ofrojmë shembullin e duhur, e pastaj gjithë secilit i ngelet vlerëson vet për çështjen ose për atë të cilën ka më thonë ndaj neve. Allah shpërblef për këtë podcast, ndoshta edhe dikush është më parimor se sa unë për me fol për këtë temë, po unë shkurtimisht deshta me i kallëzu disa forma dhe disa gjëra që unë i kuptoj ashtu, sa i përket universitetit, informacioneve kështu me radhë, edhe kum ardh këtu me prezantu studentin. Allah shpërblef që tim ke përgjith mu si student, edhe pse vendi jon ka student të ndryshëm, ka të arsimuar mirë, të ngritur mirë intelektualisht, po inshallah gjithë secilit i vjen radha. Zoti ju shpërbleft, Zoti ju nderoj për nderin që na keni bërë. Selam ban mu këtë habibave atje që kanë të mësu, edhe i pres këtë në podcast inshallah. Allah ju shpërbleft, Allah nderoj. Kjo pra ishte shikues të nderuam podcasti i radhës me hoxhën tonë të ri Uvejs Ramadani.